Shqipëria do të luajë në muaj nëntor dy ndeshjet e fundit kualifikuese për në Kupën e Botës, ku përballë do të ketë Andorrën dhe Anglinë. Fitoria e arritur në Leskovc pak ditë më parë ka ngjallur tashmë shpresat se kuqezinjt mund të arrijnë për herë të parë në histori në play-offin e botrorit. Për ta bërë këtë, Shqipëria duhet të ruajë vendin e dytë, që të cilën mund të arrijë pasi aktualisht e sheh veten një pikë para Serbisë, teksa të dyja skuadrat kanë dhe nga 2 ndeshje për të zhvilluar. Shqipëria do të përballet fillimisht me Andorrën e më pas me Anglinë, teksa Serbia do të ketë fillimisht transfer në Angli dhe më pas do të presë në shtëpi Letoninë. Më poshtë janë dhe skenarët se si mund të ruajë Shqipëria vendin e dytë. Me 2 fitore, Shqipëria do të luajë 2 ndeshje dhe nëse kuqezinjt arrin të fitojnë ndaj Andorrës dhe Anglisë, atëherë do të ishin të kualifikuar në fazën play-off pa marrë parasysh se si dalin ndeshjet e Serbisë. Nëse të dyja skuadrat i fitojnë ndeshjet e tyre, atëherë Shqipëria do të shkonte në kuotën e 17 pikëve kundrejt 16 pikëve të Serbisë, çka do të thotë kualifikim nga vendi i dytë. Me 1 fitore, kuqezinjt kanë shanse reale për të shkuar si vendi i dytë edhe nëse fitojnë vetëm ndeshjen ndaj Andorrës. Për të arritur diçka të tillë, duhet që Anglia të bëjë detyrën e saj duke fituar ndaj Serbisë dhe ndaj nesh. Diçka e tillë nuk do të ndryshonte fatin e grupit, pasi sërish skuadrat do të kishin diferencën me 1 pikë. Asnjë fitore. Nëse kuqezinjt nuk arrin të fitojnë të paktën me Andorrën, atëherë shanset për në botror do të ishin thuajse të pamundura. Kjo për faktin se Serbia luan një nga ndeshjet në shtëpinë e saj, pikërisht ndaj Letonisë. Serbët e kanë fituar takimin e parë në Letoni dhe natyrisht para tifozëve nuk pritet që të bëjnë një hap të gabuar, kështu që fitoria në transferte në Andorrës është padyshim një detyrim për kuqezinjt për të vazhduar me ëndrrën. Barazimet. Nëse Shqipëria barazon në të dyja ndeshjet, do të shkonte në kuotën e 13 pikëve, aq sa mund të arrijë Serbia me 1 fitore ndaj Letonisë. Në këtë rast, në lojë do të hynte golaverazhi dhe kuqezinjt aktualisht kanë një golaverazh më të mirë. E vetmja gjë që Shqipëria shpreson është që në ndeshjen Serbi-Letoni serbët të mos fitojnë me shumë gola dhe nëse këtë e bëjnë, atëherë duhet shpresuar që të posojë sa më shumë në Angli. Aktualisht Shqipëria e ka golaverazhin +3 duke shënuar 6 gola dhe duke posuar 3. Nga ana tjetër Serbia e ka golaverazhin 0, pasi ka shënuar 7 gola dhe ka posuar 7.